Kryeministri Edi Rama është dekoruar me medaljen e lartë e cila mban emrin e themeluesit të Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikut Zayed. Kreu i qeverisë ndau këtë zhvillim në rrjetet sociale, shoqëruar me një postim, ku e cilëson nder jo vetëm në aspektin personal, ndërsa njëherësh shpreh mirënjohje. Thellësisht i prekur prej surprizës së paimagjinueshme dhe nderimit të jashtëzakonshëm nga presidenti i Emirateve të Bashkuara, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, akordimi i medaljes më të lartë të vendit mik, e cila mban emrin e themeluesit të Emirateve të Bashkuara, Sheikut Zayed, është respekti dhe vlerësimi më i madh për një kryeminist shqiptar, që e mora përulësisht plot me krenari për Shqipërinë e me mirënjohje të thellë për mikun e madh të shqiptarëve. Lartësinë e tij, Sheikh Mohammed bin Zayed, si dhe për çdo shqiptar që më ka besuar udhëheqjen dhe përfaqësimin e ardheun tonë të përbashkët. Kryeministri Edi Rama merr pjesë në samitin e javës së zhvillimit të qëndrueshëm në Abu Dhabi. Numri 1 i qeverisë u prit nga presidenti Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, të cilin Rama e konsideron si një mik të madh të Shqipërisë. Duke ndarë planën nga ky takim, Rama ndër të tjera shkruan: "Nisja e samitit të javës së zhvillimit të qëndrueshëm nën kujdesin e veçantë të presidentit Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, një mik i madh i Shqipërisë, dhe publikon pamjen nga një përqafim miqësor me Al Nahyan." Në fotot familjare të ndara nga kryeministri Edi Rama shihet i pranishëm dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, prezencë e cila mund të përdoret për biseda mes dy liderëve, edhe në kuadër të deklaratave të Serbisë mbi marrëveshjen Shqipëri-Kosovë-Kroaci për ushtrinë dhe armatimet, por edhe mbi dialogun me Prishtinën zyrtare, proces i cili ka mbetur në vend nëmbro. Samiti i javës së zhvillimit të qëndrueshëm në Emiratet e Bashkuara ka rëndësi mbi angazhimin e vendit për të integruar praktikat më të mira globale në politikat kombëtare të zhvillimit, si dhe dëshirën për të forcuar bashkëpunimin me vendet edhe organizatat ndërkombëtare në fushat e mjedisit, energjisë dhe zhvillimit ekonomik. Gjatë këtij samiti, Rama mori pjesë edhe në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Zayed të iniciativave humanitare që kanë dhënë për ata që kontribuojnë në vendet në zhvillim.